Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, jemi këtu në studion e Radio Marisë në Prishtinë dhe në orën 12 si gjithmonë jemi mbledhur së bashku për me lutë Angjëllin e të Zot. Ne në këtë orë përkujtojmë pra se si Maria me një zemër të hapur pranon vullnesën e Zotit duke i thënë po Angjëllit Gabriel. E fillojmë këtë lutje në emërtatit e të Birit të Shpirtit Shenjtë. Amen. Angjëlli i Zotit ju falësojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne o shenjtja në hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi hirin tënd, po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e Angjëllit na zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, aty që je në qiell, u shejtroft emrit, art mbretëria jote, u ba vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Je po o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Angjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, jemi këtu në studion e Radio Marisë në Prishtinë dhe së bashku do lusim Angjëllin e të Zot dhe orën e mesme. Sot është festa e Shën Gjonit Apostull dhe Ungjilltar. Psalmet i marrim nga psalmet përkatëset e ditës në psalter, ndërsa leximi i shkurtër dhe përgjigjen nga lutja përkatëse e festës. O hyj me ejanën tim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdia Atit e të Birit të Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Alleluja. Himni orës së 6. Mbreti fort hyi vërtet që sundon të gjitha sendet, më ndriqim pajis mëngjesin dhe më zjarr shkelqen mesditën.
Shuaji flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmprorësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me ati, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona orës së 6. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Psalmi 119. Le të arrit të ti o Zot britma ime, më ndriqo mendjen sipas fjalës sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate, me liro ashtu si ma ke dhënë fjalen. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti më mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet të tua, e dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj, në ndihmë do t'i kem gjyqjet e tua, u enda poshtë lart, por si delja e humbur, kërkoje shërbëtorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45, dasma e mbretit. Rreth mesnatës u dha lajmi, ja dhëndri, dilni përpara. Lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitullin 25, rreshti 6. Pjesa parë e psalmit. Nga zemra me burojnë fjalë të këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit. Gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur me i pashmi ndër bitë e njerëzve, u zbras hirin e buzët të tua. Prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën e i o trim i trimave. Vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejten. E të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mbrejta janë shigjetat e tua në zemrat e armiqve të mbretit. Popuj do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hy në shekujt e shekujve. Skeptër drejtësie, skeptri mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti urren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyi yt. Me vaj gëzimi, çmos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloe e kasje petkave të tua. Në pallate ashtë elefandi, harpa të argëtojnë. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtën të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdi Atit të Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e psalmit 45. Më vështro bishi e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babes tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotëria yt, nderoje atë. Populli i Irit vjen me dhurata, për krahjen tënde dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija e mbretit për brenda, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit, përcjellja e saj, shoqet e saja, vajza. Me hare u prin e me brohori, ja po hyj në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vesh princa mbi mbardheun. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni. Prandaj edhe popuj do të lavdërojnë në amshim e në shekujt e shekujve. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të Birit të vet. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga Veprat e Apostujve kapitulli 5.
Shumë shenja e mrekulli bëheshin prej apostujve në popull, dhe kështu gjithnjë shtohej numri I burrave e I grave që besonin në Zotrin. I mbajten mësimet e Krishtit. Janë dëshmitar të fjalës së Tij. Të lutemi. O hy ti në përshëngjonin apostull, na I zbulove thellësitë e fshehta të fjalës sate, na bëj të aftë t'i kuptojmë e t'i duam të vërtetat e mrekullueshme që na I njoftoj. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.